Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Pastron tërësisht zorët dhe u jep fund problemeve me hemoroidet. Ky është ushqimi që bën mrekulli. Hemoroidet mund të jenë një përvojë e dhimbshme dhe e pakëndshme, por cilat janë ushqimet që duhet të shmangni nëse vuani nga ky shqetësim? Shmangja e produkteve të qumshtit është një hap kyç në trajtimin e hemoroideve. Produktet e qumshtit, si djathi, kosi, janë të pasur me laktozë, të cilat irritojnë lëkurën në zonën tuaj. Intoleranca ndaj laktozës mund të çojë në diarre dhe më rrallë në kapslëk, ajo është e rëndësishme të mos futeni në këto ushqime derisa simptomat të jenë zhdukur. Kur konsumoni qumësht, disa nga reaksionet kimike mund të përkeçojnë çdo shpërthim ekzistues të hemoroideve ose të krijojnë të reja. Nëse jeni diagnostifikuar me intolerancë ndaj laktozës, shmangni të gjitha produktet e qumshtit për të paktën 2 javë pasi simptomat zhduken. Mielli i bardhë është një ushqim shumë i përpunuar dhe duhet të shmanget kur përpiqeni të evitoni ushqimet që shkaktojnë hemoroide. Është shumë i lartë në karbohidrate, të cilat mund të çojnë në diarre dhe kapslëk, dy shkaqet që zakonisht shpërthejnë edhe hemoroidet. Nëse jeni duke kërkuar për alternativa më të shëndetshme, provoni të zvendësoni miellin e bardhë me atë të grurit integral, ose kërkoni alternativa të tjera me atë miell me qiqra ose me bajame. Ushqimet pikante mund të jenë të dëmshme për hemoroidet pasi shkaktojnë irritime. Në disa raste, djegësia mund të shkaktojë sulm të simptomave të hemoroideve duke i përkeçuar ato. Ushqimet pikante gjithashtu mund të përkeçojnë simptomat e ulçrave në stomak ose në zorë, të cilat mund të çojnë në gjakderdhje. Nëse keni kapslëk të lidhur me hemoroidet, ushqimet pikante mund të përkeçojnë probleme sepse ato shkaktojnë kontraktime të muskujve në zorë që mund të pengojnë lëvizjen e zorëve. Nëse keni hemoroide, është thelbësore të shmangni ushqimet e shpejta. Ndërsa përmbajtja e lartë e yndyrnave të këtyre ushqimeve është e keqe për shëndetin tuaj në përgjithësi, ato me hemoroide duhet të jenë veçanërisht të kujdesshme për ato që hanë. Këto ushqime mund të shkaktojnë ose përkeçojnë simptomat e hemoroideve. Nëse keni hemoroide, është më mirë të shmangni mishin e përpunuar. Mishi i përpunuar është i mbushur me natrium dhe konservues, pasi mund të përkeçojë hemoroidet tuaja. Nëse dëshironi diçka të kripur, provoni ushqimet më të shëndetshme si arrat ose farat. Ushqimet me nisë të shtë mund të çojnë gjithashtu në kapslëk, duke përkeçuar potencialisht simptomat e hemoroideve. Alkooli dhe kafeina dihet se rrisin presionin e venave hemoroidale. Për më tepër, alkooli mund të çojë në rrjedhjen e gjakut në zonë. Reduktimi i konsumit të alkoolit dhe kafeinës mund të ndihmojë në zvogëlimin e shqetësimit të hemoroideve. Ato gjithashtu mund të shkaktojnë efekte anësore gastrointestinale, të cilat janë edhe të padëshirueshme me hemoroidet tuaja. Të gjithëve na ndodh që të kemi probleme me hemoroidet, por nëse nuk i kovroni ato në kohën e duhur, mund të kthehen në një problem serioz për ju. Janë disa faktorë si historia familjare, mënyra e jetesës dhe ushqimet, të cilat ndikojnë në shfaqjen e sëmundjeve, por sëmundja vjen edhe nga kapslëku. Mungesa e ujit në dietë, mungesa e stërvitjes, qëndrimi i ulur për një kohë të gjatë, shtatzania e të tjera. Për të parandaluar hemoroidet, është shumë e rëndësishme të bëhen aktivitete të rregullta fizike, të shmanget pirja e duhanit dhe alkoolit. Sportet preferohen gjithashtu për funksionet e trupit, në të njëjtën kohë të forconi rajonin e legenit. Një dietë e ekuilibruar e pasur me ujë dhe fibër ndihmon për të rregulluar funksionin e zorëve, duke larguar një nga faktorët kryesorë të rrezikut. Higjiena e mirë personale jo vetëm pengon hemoroidet, por edhe probleme të tjera të lidhur me të. Por ka një sër recetash natyrale të cilat ju ndihmojnë kundër hemoroideve. Trajtimi i hemoroideve ndryshon në varësi të shkallës së problemit. Bimët dhe natyra ofron zgjidhje të shkëlqyera për hemoroidet. Aloe vera gel mund të jetë një zgjidhje lehtësuese për ju. Është një mënyrë shumë e mirë për hemoroidet, ka veprime antiinflamatore, qetësuese, tonifikuese dhe shtrënguese. Rrjedhimisht është e dobishme edhe në trajtimin e problemeve të hapura. Lule basani, bima dhe vaji i saj janë të pasur me veti shëruese dhe disinfektuese. Vaji jojoba përfshin një produkt antioksidant dhe zbutës, dhe gjalpishea ka të njëjtin funksion.
Vaj esencial i mentes jep freski dhe lehtëson atë në mënyrë të menjëhershme. Gjithashtu, gështenja e egër përdoret në lehtësimin e hemoroideve dhe venave me variqe. Përbërësit aktiv përfshin saponinë dhe taninë, të cilat kanë veti antiinflamatore. Aplikohen si vaj në indet e fryra dhe mos u mbisni këtë barishte, pasi mund të jetë një lehtësues shumë i mirë i problemit tuaj të hemoroideve. Besojeni ose jo, është një përbërës me të cilën mund të lehtësoni në kushte shtëpie hemoroidet. Uthulla e mollës është shumë e dobishme në shëndetin tonë të përgjithshëm. Ky përbërës është në gjendje të trajtojë problemet e shëndetit, duke përfshirë këtu edhe hemoroidet. Ju mund ta përdorni atë në pjesën e prekur ose në gatime dhe efektet do të jenë të njëjta. Metodat e mëposhtme janë efektive në trajtimin e hemoroideve të brendshme dhe të jashtme dhe mund të lehtësohen ato në kushte shtëpie. Lagni një copë pambuku në uthull molle, e cila mund të hollohet në ujë sepse është e nevojshme dhe të aplikohet në hemoroidet e jashtme. E mbani ashtu për gjysmore e përsëritni çdo ditë nëse është e nevojshme. Hemoroidet e brendshme mund të trajtohen me uthull të ngrirë. Vetëm ngrini uthullin e mollës si një supost dhe vendoseni atë. Ju do të keni rezultate të mira në lehtësimin e tyre brenda 24 orëve. Ju duhet të hani ushqime të shëndetshme, gjithashtu edhe gjëra të buta gjatë 3 ditëve të ardhshme pasi të ketë filluar trajtimi. Kështu do të keni lehtësimet e duhura në shëndetin tuaj kundër hemoroideve. Hemoroidet janë zgjerim i venave që ndodhen në kanalin e anusit. Trajtimet e hemoroideve kanë për qëllim lehtësimin e simptomave për të lehtësuar dhe parandaluar formimin e tyre. Prandaj, parandalimi i përsëritjeve të hemoroideve do të kërkojë jashtëqitje normale, të cilat arrihen në një dietë të pasur me fibra dhe me lëngje. Me anë të kësaj diete do të menjanoni edhe shtrësëzimin e defektimit në uljen e episodeve të venave tuaja. Është e rëndësishme që nëse vuani nga hemoroidet të kërkoni zgjidhjen e mjekut, pasi gjendja juaj mund të jetë e rënduar. Hemoroidet janë zgjerime të venave në pjesën fundore të zorës së trash. Vitet e fundit, rastet me problemet të hemoroideve janë të shumta dhe prandaj duhet i kushtoni më shumë vëmendje informacionit dhe parandalimit të tyre, edhe gjithmonë të konsultoheni me mjekun. Asnjëherë mos i konsideroni si problem shëndetësor që zhduket vetë, ose si diçka e parëndësishme. Hemoroidet krijojnë staza në gjak në venat pranë dhe rrisin rrezikun e zhvillimit të trombozave, të cilat shoqërohen me dhimbje, edema dhe më e rëndësishmja me hemoragji. Hemoragjitë e shpeshta çojnë në anemi si dhe në probleme të tensionit, pasi humbja e një sasie të madhe të gjakut çon në ulje të tensionit. Shkaqet e mundshme të hemoroideve janë të shumta, si shkaqet gjenetike ose shpeshtësia e kapsllëkut dhe të tjera. Duke qenë se shkaqet gjenetike nuk mund të ndryshohen dot, rekomandohet që çdo person të kujdeset për kapsllëkun duke dalë jashtë çdo ditë dhe duke marrë ushqimet e duhura në parandalimin e tyre. Përpara se të kalohet tek laksativët dhe kurimet e kapsllëkut ose barnave nga mjekimet e hemoroideve, është e rëndësishme të merrni fillimisht masa për rregullimin e dietës suaj ushqimore, pasi edhe dieta ka një rol të madh në lehtësimin natyral të hemoroideve. Këshillohet që i sëmuri me hemoroide të hajë bukë të zezë në vend të bukës së bardhë, të pijë më shumë lëngje dhe të bëjë ushtrime fizike. Rekomandohet nga ekspertët edhe përdorimi i një bime të quajtur fenugreek, nga e cila duhet të merren 3 lugë të mëdha dhe të vlohen në 1 litër ujë. Pastaj e filtroni dhe shtoni në një legen me ujë të ngrohtë, ku duhet të qëndroni për 10 minuta 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje. Mund të përdorni edhe klofin e patlıxhanit të mbështjellë me jeshil, i cili mund të lehtësohet edhe në shqetësimin tuaj të hemoroideve. Nëse gjendja juaj është kritike, gjithmonë duhet të adresoni atë tek mjeku juaj, dhe nëse e keni kapur në hapat e parë, ndiqni këshillat për ta përmirësuar atë në gjendje sa më natyrale. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.